e pezulluar nga detyra. Çfarë do të thënë? Do të thotë rënja e ballukut. Rënja e ballukut do të thotë ka rënë qeveria. Çfarë ndodhi tashmë për shokët e partisë, për shokët patronazhist? HMU që tha do bjerë Edi Rama, ja Edi Rama u thirr nga Trumpi ke bordi i paqes. U thirr nga Bin Zayedi i Emirateve dhe i dhan dekoratën e madhe të Floririt, njeriu i rëndësishëm. Iku, shkoj në Kneset ke Izraeli dhe u tha Mossadit, unë jam i juj, Zaho është garancia, po deshët ju e bëjmë edhe Zahon që i fut, nuk ka si lloj problemi, vetëm pashi hatrin e Zotit, çojnë një llaf Trumpit që të më mbroj. Iku dhe në Netanyahu. Shkoj në Vatikan, ke Papa, e mori Papën, shkoj ke Papa bashkë me Lindën, bashkë me Zahon, shkoj dhe atje me thënë, pashi hatrin e Zotit, bëjni i fishkëllim Trumpit që të mbroj. Eci thamë në Vatikan.